Kjo rrugë dhe vazhdimi i saj nga Prekali, Kiri dhe drejt Shoshit do t'jap një gjallëri të madhe, të gjithanshme, njerëz prej zonave më të bukura të vendit, por pa rrugë pothuajse gjysëm të ndaluar. Atyre të cilët më thonë se pse po shkon drejt Dukagjinit me rrugë, i ftoj të vinë dhe të vizitojnë këtu fshatrat tuaja, se si ju keni qëndisur me mundin dhe djersën tuaj çdo plan tokë. Dhe jemi bindur se do të gjejnë frymëzim të madh tek puna juaj, tek djersa juaj, tek mundi juaj dhe krimet tuaja këtu në këto toka jo të shumta, por të shfrytzuara në mënyrë shembullore. Ne po ndërtojmë rrugë në të katër anët të vendit, po ndërtojmë në Dukagjin, por dhe në majën e Çajupit, po ndërtojmë në Valbon, por po ndërtojmë në Pesp, po ndërtojmë në Disht, po ndërtojmë në Dinis, po ndërtojmë kudo. Dhe në këto ndërtime rrugësh, në total mbi 10.000 kilometra, janë punësuar mira punëtor, inxhinier, teknik që kanë realizuar këto vepra. Ne po ndërtojmë në të katër anët të vendit ujësjelsa, kanalizime, impiantet për punimin të ujëve të zeza, në të shkolla, në të gjitha këto punë publike janë të punësuar mira qytetarë shqiptarë.